Dita e Arafatit, mundësia e jetës. Dita e Arafatit është dita e 9 e muajit të Dhulhigje, dita më e mirë e vitit, dita në të cilën pranohen duat e lirohen robër nga zjarri. Siç transmeton Imam Muslimi nga Aisha radiallahu anha, se i dërguari Allahut alayhi selam ka thënë: nuk ka ditë në të cilën Allahu liron më shumë robër nga zjarri sesa në ditën e Arafatit. Ibn Rexhepi Allahu e mëshiroft ka thënë: dita e Arafatit është dita në të cilën Allahu liron robër nga zjarri, i liron ata që qëndrojnë në Arafat, Mekë, por i liron edhe ata që janë në vende të ndryshme. Prandaj është festë për të gjithë muslimanët. Transmetohet nga Talha ibn Ubejdullah radiallahu anhu se i dërguari Allahut alayhi selam ka thënë: nuk është parë shejtani në asnjë ditë tjetër më i nënçmuar, më i shpartalluar e më i përbuzur e më i irrituar sesa në ditën e Arafatit. E kjo sapo ta shoh mëshirën e madhe që e zbret Allahu, e se si Allahu i fal mëkatet e mëdha atë ditë. Enes ibn Malik radiallahu anhu ka thënë: është thënë që dita e Arafatit është sa 10.000 ditë, domethënë në vlerën e saj, po ashtu është transmetuar nga Ata ibn Ebi Rebah se ka thënë: kush e agjeron ditën e Arafatit është për të sikur t'i ketë agjeruar 1.000 ditë. Transmetohet nga Ebu Katate radiallahu anhu se i dërguari Allahut alayhi selam në lidhje me agjerimin e ditës së Arafatit ka thënë: i shlyen mëkatet e vitit kaluar dhe këtij viti. Në një transmetim tjetër, e llogaris tek Allahu që agjerimi i ditës së Arafatit i shlyej mëkatet e vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm. Transmetohet se Abdullah ibn Mubarak, Allahu e mëshiroft, ka thënë: shkova te Sufjan e Theuriu, ndërkohë që ishim në prag të Arafatit. Ai kishte rënë në gjumë, e sytë e rridhnin lot, andaj fillova të qaj edhe unë. U kthye ka unë e më tha: çfarë ke? Thash: vall, kush është më i keqi nga kjo turm e njerëzve? Tha: ai i cili mendon që Allahu nuk do t'i falë ata sot. Transmetohet se Imam Euzaiu, Allahu e mëshiroft, ka thënë: kam takuar njerëz që i ruanin nevojat, kërkesat e tyre për në ditën e Arafatit, që t'ju përgjigjet Allahu në to. Shfrytëzoje këtë ditë, është mundësia jote e jetës. Allahun e lutim të na pranojë agjerimin e kësaj dite dhe veprat e mira. Amin.